Porosi. Kur e do një grua burrin e saj, e pyeti një burr një njeri të urtë dhe të mençur duke i thënë: "Si ta di se gruaja ime më do?" Ju përgjigj duke i thënë: "Ajo nëse i vepron këto 14 vepra, je i sigurt se ajo të do." Burri tha: "Cilat janë ato vepra?" Ju përgjigj duke i thënë: "Ajo e don jetën tënde dhe i do ata që të duan. Ajo nuk zemërohet kur e kundërshton në mendime. Ajo ndikohet nga hidhnimi dhe pikëllimi yt. Ajo gjithmonë tenton të krijojë momente që me ty të flet. Ajo këshillohet me ty çdo herë kur tenton që ta bëjë një vepër apo të merr një vendim. Ajo gëzohet për dhuratën që ja udhëron sado qoftë ajo e thjesht. Ajo tenton që ta lehtësoj gjendjen apo vullnetarisht të veprojë diçka nga veprat e tua. Ajo pikëllohet kur ti mungon. Ajo përkujdeset të veprojë çdo gjë që ty të kënaq dhe nuk e përsërit atë vepër që ty të hidhron. Asaj nuk i pengojnë të hyrat e tua materiale të dobta. Ajo i duron pengesat për hir tëndin. Ajo tenton që të shoqërojë në mendime dhe në preokupime, dhe tenton të depërtojë në botën tënde dhe të përkujdeset për punën tënde. Asaj nuk i vjen turp nga puna dhe veprimtaria jote. Ajo të ndihmon që sa më tepër të i afrohesh Allahut dhe të adhurosh dhe t'i nënshtrohesh atij. Nëse këto vepra i vepron, atëherë dije se ajo të doj.